Po dëgjoj një debat për një ditë që me vdek gazet apo. Ama tash ja kuptoti të shëndrimi ke për këtë anëri. Ja ta them unë jam dakord për mbrojtjet ligjore të drejtave. Po shiko, thot Aristoteli i Madh me që e përmendë, thot demokracitë janë destinuara që ishte vetë republikane. Thot janë të destinuara të dështojnë, thot, sepse pakicat sa më tepër të drejta u jep, aq më tepër të drejta kërkojnë. Por ky është sistemi më i mirë që njohim. Tash dalin komunitetet homoseksuale. Dhe kërkojnë, edhe ja u jep të drejtën ligjore, ja u jep. Lyjnë viktimën. Ne jemi të persekutuar, jo në Shqipëri janë persekutuar asnjëherë homoseksualët. S'ke një të dënuar nga shteti dhe nga ligji për homoseksual. Dhe Viktori, që unë kam pas në lagje, kur u dënua njërë 3 muaj, se që bërë një budallik, por nuk u dënua për homoseksualizëm. Pra s'kan qenë asnjëherë persekutuar. As e del njëri atje thot, o kështu ashtu, ato i kanë çdo cep të botës, nuk është persekutimaj. Kupton? Se luajnë persekutimi që të marrin më tepër fonde, se janë parazit, janë njerëz parazit që nuk prodhojnë asgjë. Prodhojnë vetëm çarje dhe konflikt social. Dhe tani kur ti shkon te prindi 1, prindi 2 dhe do të ndikosh mira vjet njerëzim, kulturë njerëzore e racës njerëzore që do të bab nën, aty ti ka kaluar çdo lloj kufiri të drejtës. Apo e kam gabim? Ne jemi ndërtuar kështu biologjikisht, jo, dhe vetë ky tipi nëna baba ka thënë, e kupton? Ti nuk mund të ndërhysh deri aty. Pra, edhe drejta jote ka një kufi, se për këtë shkruan antikiteti i madh filozofët, te i kalimit drejtës është ai filli holl që ndan kur e drejta jote, po ta kalosh atë fill kthehet në pa të drejtë për ty sepse jep të drejtë atij tjetrit që të vërsulet. Reaksioni i famshëm zinxhir. Po shkel të drejtën. Është reaksioni i famshëm zinxhir shkak pasojë që ndërton filozofët e kanë ndërtuar. Tragjediantët, Homeri, Hesiodi, Eskili, Sofokliu, përveç Sokratit e Platonit që kanë shkruar në kuptime filozofike gjërat edhe Aristotelit. Kjo është te i kalimi i të drejtës. Dhe del një pakic dhe do t'i imponohet gjithë botës. Pse se i do më falni për shprehjen George Sorosit të shpërbëjnë pip, sepse i do qefi George Sorosit dhe wokistave të krijojnë konflikte sociale, të kërkojnë përplasje të forta shoqërore, siç po ndodhin tani në Amerikë, është gati në prag lufte civile me vdekjen e Charlie Kirkut. Po, ka një konflikt civil që është në dhe shumë i rëndë për një shoqëri që duhet të jetë më unifikuar në botë, të jetë më e përçarë në botë, sepse i duhet atyre për të ndjekur politikat e tyre perverse për çfarë sundo. Këtë që po e shohim me Covidin, që po shkelen drejta njeriut, pa kaluar në politikë, këto janë gjëra që na takojnë të gjitha. Jo, patjetër. Janë diskutimet. E pa me luftën në Ukrainë, që po prodhohen konflikte të stisur fals për të futur botën në një çarje të madhe shoqërore, në një ndarje, një ndasi të madhe. Politika e famshme imperiale e Romës lashtë në politikë të jashtme divide impero. Për çfarë sundo në Shqip shumë bukur. Shumë bukur është në Shqip për çfarë sundo. Jo pushto sundo tepër se impera. Për të rikthyer tek këta 3 të mëdhenjt, po edhe tragjediantë të tjerë të mëdhenj të lashtësisë. Dhe do ta thelloj pak në çka kuptimi. E kam thënë shpesh, unë jam profan sa i takon aktrimit, teatrit, filmit, po me aq sa intuita ime ka kapacitet, kuptoj që një aktor i mirë luan shumë role. Një aktor jo i mirë luan vetëm veten. Pra aq e ka aftësinë të luaj vetëm veten. Mirë, po ç'a ndodh? Këta jo të mirët, pra këta që luajnë vetëm veten, shpesh qëllojnë që të jenë edhe personazhet më të përfolur në rrjetet sociale, në opinionin publik. Opinioni publik edhe rrjetet sociale dhe like-et. Janë këta që tërheqin ata investitorët, sponsorët, për të prodhuar pastaj filma. Sepse një aktor i mirë ka, po themi, edhe disa limite për te të cilave të personalitetit vetë flasim gjithmonë. Po tani hyn tek ajo që tham pak më parë, që make money, por nuk është i vlerësuar nga veprimtari profesional. Jo, po nuk ka profesional aty, s'ka profesionalitet aty, s'bet fjalë fare. Unë po them që fatkeqësisht duke mos pasur profesionalizëm tërheq opinionin publik dhe kjo është e keqe. Për të ardhur tek çështja që po flisnim. Pse nuk e nisun dot këtë gjë, po t'isha ca vite më herët, për lek edhe për famë. Siç po e bëjnë, more, se po e bëjnë, obur. Po e bëjnë. Sepse ke një tjetër dhe kjo është e mirë për ty. Për të shkuar tek ata të mëdhenj, është një tjetër, ke një qasje tjetër në vlerave të jetës, më dhe kjo është gjë shumë e mirë.
Ore, nuk është vlerë e jetës bësh I pasur dhe I famshëm, s'është një farë vlerë. Ore, vlerë në jetës si vjen me kosto, më shumë se sa me vlerë. Jo, me kosto. Shiko, kush është problemi më I madh I njeriut sot modern? Ke këtu hapur në Shqipëri. Të qenit I suksesshëm. Është pranga moderne. Çfarë është suksesi? Hajde merre vesh ti çfarë është suksesi. Se ne ndjehemi keq ndonjëherë me këto influencerat edhe me po lërë më se janë. Po që shohin. Po jam tash të del influencer një se ç'ishte një ku di gjose s'duhet dhe më ta fy, po më vjen edhe ta fy që thoshte unë e marr librin plazh për aksesor, a kupton? Po lexoje o të shpëlaftë. Po lexoje ose të pak do dish të flasësh bukur. Po tash e marr për aksesorën, po marr ta rast e pallatin plase më shkon fotografia atje. A kupton çfarë bibe tash ç'ti thua shkretës. Merre o lexoje, libri është ajo shkreta u treguaj sinqert se shumica atë bëjnë, po. E di. Po imagjinoj aq sa bibe sinqert është. Sa as debilja të mbuloj debillëkun e vet I duket normale. Unë marr librin për janë të shpëlaft aksesor. Ne tam po këta që e shan gjithë për komente. E shplan. Po çfarë se shplash, po është. Jo, po a mendojnë që janë gjithë prap kaq lexues? Nuk ka të bëj kjo. Apo tek mënyra se si ajo e përcaktoi librin. Nuk ka të bëj kjo. Ai mund mos jetë lexues I mirë. Por ka të drejtën të kontradiktojë një banalitet. E ka të gjithë të drejtën njerëzore ti kundërvihet një banaliteti. Se është banalitet njerëzor me marr librin, po të rëndon se marrësh Luftën dhe Paqen. Tashim fal. Gjena një më shumë. Po. Merr çufo dhe Bubi Kaçurel. Perfekt. Mundësisht marrësh dhe kryeministin ta mbaroj se ka mbaruar të rria të çufo dhe Bubi Kaçurel I ziu. Do, pa të shile I kujnë do e bëjmë. Po do ta bëjmë. Ashtu. Pra, domethënë ka shumë të orë dhe ai që s'ka lexuar ndonjëherë sepse s'ka mundësi të blej libra. Ka të drejtë mo ta kontradiktoj një banalitet tillë e marr për aksesor. A kupton ti të marrësh Eskilin për aksesor? Eskili ka tronditur njerëzimin, mbar njerëzimin. Libër është dhe Eskili, Atë po them. Ose varet çai ka gjetë në shtëpi. Prandaj thash çufon dhe Bubi Kaçurel. Por e imagjinon dot sikur asaj bibe që nuk e di ç'është Eskili. Duhet marrë një aksesor dhe të marrë Eskilin. Rastësisht e tërheq nga aty. Po, se e gjej kaq, merr libër. Çfarë libri do marrë? Po këtë gjallë merr një aty se të dalin foto të plazhit. E merr Eskilin. Eskili ka tronditur njerëzimin. A kupton ti? Biba thot merrem aty për aksesor. Merrem lexojmë, merrem. Le që se lexo dot se kputru. Se kupton dot. Dhe ti pretendon të ndërtosh një shoqëri të shëndetshme me këto. Dhe ti pretendon që të kesh prodhim të mirëfillt arti me këta që duan të bëhemi pasur dhe I famoz. Dhe kjo I njektohet unë I shoh te kolegët e mi që I du fort pa fund. Jetojnë një realitet absurd aty, red carpet, actors life, të s'kan buk me hongër, nuk kanë buk me hongër shumica. Kuptimin janë të varfër. Se e dim se sa vlerësohet arti në Shqipëri. Dhe ti më shef flet për këtë brezin e aktorëve të rinj apo për Jo, edhe për këto se infektohen, nga like-et, u pëlqejnë like-et, se çevi ka. Të rish 4 orë, të harxhosh 4 orë nga jeta jote të bësh fotografi për ca like, domethënë absurde. Po çfarë si ka është drejta e tyre. Dhe ti shef që I mbush mendjen vetë sikur jeton në një realitet hollywoodian. Red carpet, actors life. Photoshooting, po. Këte I lypen për rol, po e disa keq lypin për rol, më për një rol. Ua! Se kemi rizort miqe dhe na I tregojnë. O kshu! Amane se po vdes për buke, të lutem ma mere, ma jep një shanse ksh. Po kjo është për ta, kjo është me këtë parimin fake it till you make it, se ka dalë edhe kjo si trend tani kohët e fundit. Ajo është. Për çfarë ti kur nuk je I sinqert me veten tënde, çfarë do jesh I sinqert në skenë? Ti kur shet moralin tënd, çfarë do dalësh ti bësh moral spektatorit në skenë? Sepse arti është edhe moral, tregon sa instiktet mira njerëzore. Çfarë do bësh ti revolucionar në skenë kur je një lëpirës? Qeverie. Që e ke hundën të futur aq keq te vrima e fund shpinës kryeministit sa s'merret vesh ku mbaron fund shpina kryeministit ku fillon surrati jot. Me çfarë do të thosh dinjitet, dinjitet, që ta di gjithë Shqipëria që dinjiteti jot ka vajt si breket e kavilet. Dhe ti do bindesh dhe ti do
Jo, se arti është sinqeritet. Unë po qesh dhe moral. Unë po qesh në Eritan. Po kjo që the ti që se unë nga që si jam brenda komunitetit tuaj, edhe nuk i di shumë gjëra. Ndodh në çdo sektor të jetës kjo, nuk është se po e the kam vetëm artistët, e kam intelektualët, me mjekët, me infermierët, me të gjithë. Por është e rëndë kjo. Shumë e rëndë, ti nuk je sinqert, ti nuk je sinqert. Oj, jeta nuk jetohet. Jeta të paktën kështu e konceptoj unë, mund të më qoni idealist, mund të më qoni idiot, mund të më qoni çfarë doni, por unë jam shumë rahat me veten time në këtë pikë. Jeta jetohet me ca instinkte të mira njerëzore që po nuk i deshe dhe po nuk i besove, nuk ke jetuar më. Nuk ke jetuar më. Nuk e ke bërë sikur ke jetuar dhe nuk se ke 7 jetë se këtë jetë e parë po e bëj sikur ta jetoj ta provoj si është. Këtu po bëjmë servil tek Na ashtu, te dyta po bëjmë servil, te treta po bëjmë ku dëgjon bërës çaj. Njike. O jeton në këmbë. Ashtu, me vështirësira, me probleme, me luftë, me betejia, me drejt me shejtan, po jeton në këmbë si njeri. O të riqu zvarë, po të pak të më pranoje. Unë kam pas miqtë mi, shumë të sinqertë, që ka thënë, nërë nuk dalim, kemi frikë. Dhe i kam thënë, s'ka zgjët kesh frikë mu. Se e qenie biologjike, dhe luani ka frikë, edhe ariu ka frikë, dhe gorilla, edhe krokodili ka frikë. I qenie biologjike, normalit kesh frikë. Po të pak të një i sinqertë me veten. Kjo është gjë pozitive. Dua të jem nërë, nuk kam kurajo, nuk e bëj dot. Që drejta jote. Respekte sepse ja pranon vetës, pak të një i sinqertë me veten tënde. Por jo të krijosh një situatë e cila nuk ekziston. Jo vetëm ajo, po jo të shitesh për tjetër që hipokrizi, po kujt të lexon çdo njeri, të lexon. Lexohesh për një. Oneritan, cila është pagesa ose shpërblimi i servilizmit këtu në art konkretisht? Që nga për shembull, po të bësh ti servil sot. Ç'a përfiton ti sot? Unë këtë kam thënë një herë kur ra bisedëm. Se e mendon njeriu lufton, lodhet mor burr, thotë ora një sekond, ta shohim çik anën tjetër të Po ai varet nga karakteri i dash. Shiko, një herë kam një diskutim miqësor. I kam thënë po të doja, pse po jo se s'kemi çati bëjmë se ani se keni dëgjoj tash. Po të doja unë ta bëja paktin me rilinjen për prishjen e teatrit, ju e dini fare mirë ku do isha. Po, e dim. Se kush nuk e donte në Eritan liçaj në krahun e vet. Me unë s'mund ta bëja. Dola te ajo që besova. Më kanë penguar, po nuk më kanë ndaluar dot. Ke raste që nuk jepte punë njëri deri në 2018-ën. Dhe sapo kaluan nga krahu për t'u lpirë vran nënën e tyre. Sa i teatri kombëtar ishte nëna e tyre. Edhe nuk vritet në plak, se është plak. Këtë e kam thënë komision parlamentare të kinezëve të Shalcit. Nuk vritet nëna se është plak, po çdo njeri nga ne do merrte para, do futej borxh deri në fyt, do merrte kredi për ta çuar në spitalin më të mirë në botë që t'ia zgjasë ditë. Ju po vrisin nënën tuaj se është plak. Këtë bën për të siguruar ca role, ca projekte, pagesa e servilizmit? Pagesa e servilizmit dhe shtrime dhe kush është më e trishta? Kjo është më e trishta akoma, që shiten me paratë e tyre për një projekt në bashki. Sikur ti ke nxjerr nga pensioni i mamit e Rioni. Jo, janë paratë tua, të takojnë ato para. Sepse janë para taksapaguesish. Pra ti shitesh me lekët e tua, imagjinoje sa e rëndë është gjëja. Pra nuk është se përfiton miliona, se dua ta kuptoj kush është kjo pagesë që tërheq kaq shumë. Pa kokra kanë përfituar goxha mirë. Sot si ke marrëdhëniet me këta miq artistë të cilët kanë qenë deri në një farpike aty, kanë mbështetur, në një moment janë tërhequr, pastaj disa kanë ndryshuar qendrimin. Nuk ka shumë rëndësi cila është marrëdhënia. Referohem edhe teatrit si një prej betejave tua më të forta. Po patjetër. Edhe ku ke qenë qendrestar deri në momentin e fundit. Dhe kam përshtypjen që kam qenë vetëm për teatrin. Unë përgjithësi jam shumë kritik në përgjithësi për çfarë bëhet me botën e artit. U kam 20 vjet. Ama aty ishte nëna. Ajo ishte maja, ishte kulmi, sepse aty ne u sulmuan politikisht. Se unë e kuptoj që një fushë e jetës arti mund të ketë problematika, të cilët lindin gjatë ecjes, gjatë rrugtimit e tjerë. Dhe deri aty jemi në rregull, hajde të debatojmë, bisedojmë çfarë është e drejtë dhe çfarë nuk është e drejtë, kush është zgjidhja më e mirë. Kam 20 e ca vjet që flas për problematikat në art. Po kur ti sulmohesh politikisht, sa ishte sulmi pastër politik. Dhe ti ul armët. Dhe mirë që jo vetëm që nuk dorëzohesh, se okay, edhe dorëzohesh është njerëzore. Po shkoni shërben aty pastaj është tjetër. Se nuk është se u dorëzove. Po, do dorëzohesh, mua merr 25 forca speciale me armatim luftarake, ç'do bëja unë, jam Rambo. Por ama nuk më poshtën dot. Por më tepër nuk më bën dot laro të tyren.
Dhe kjo është fitoria ime më e madhe. Që unë qëndrova. Me atë vogël, me atë të voglën time, unë qëndrova deri në fund. Dëgjoj. Isha i bindur që ishte një betejë e drejtë që duhej luftuar dhe qëndrova. Dhe ti e besoje Patjetër, dhe e besoje sot e kësaj ditë. Do të ta bëj një pyetje politike me që jemi te teatri, do ikim pastaj me vrap nga politika, po këtë nuk mund të ri dot pa ta bërë. Patjetër. Nuk mund të ri dot pa ta bërë sepse po të kujtoj këtu, nuk e di sa më mban mend ti mua, po unë kam qenë më i vogël atëherë këtu i bie. Ke pasar, të mbaj mend. Si fytyrë kështu, se nuk njiheshim. Po. Dhe kam qenë aty her pas here, bashkë me grupin tim shoqëror. Dhe e mbaj mend shumë mirë 24 korrikun e vitit 2019. Sa ditët më rrega që unë që edhe 6 ditë pa pikë në gjumit që në një orë kisha kap vetëm, kështu të fjet aty, se e prisim sulmin. Po, të mbaj mend mirë ty dhe mbaj mend mirë live lotët e tu që janë bërë dhe legjend pastaj mediatikisht. Po atë emocionalitetin tënd e kam provuar nga afër në atë ditë. Në 20 maj nuk pata dot mundësi sepse më fal, në 17 maj të 2020 nuk pata dot mundësi sepse erdhi sulmi pa pritur, na kanë zgjuar nga gjumi dhe na kanë thënë po prishet teatri. Nuk ishim aty dhe erdhëm me vonesë. Na sulmun kështu. Pyetja ime është Shicuba. Po, pyetja ime është kjo. Sot kur Erion Velia është në burg, është në mas arrest, në mas sigurie duke pritur dhe vendi. Zhveshur nga pushteti. Kjo është fitoria më e madhe. Jo, kjo është fitoria më e madhe. Që është jashtë pushtetit. Më lër ta përfundoj pyetjen se dua ta shpreh të gjithën. Sot që Erion Velia është në burg dhe është pa pushtet. A je i lumtur duke qenë se ai është ekzekutori i prishjes i vendimit të prishjes së teatrit. Nuk është vetëm ai. Shiko, nuk mund të themi i lumtur. Unë nuk jam triumfalist. Por nuk jam as nga ata që thonë, jo më s'ka rëndësi është në burg, jo në burg, po se ka bërë krime. Dhe nëse falim çdo kriminal atëherë për çfarë ekziston ligji. Por nuk jam i lumtur që është në burg, se nuk jam triumfalist. Them mirë triumf. Jo. Meritoj dhe do marri dhe s'do marri tamam atë që meriton. Se nuk gjykohet për teatrin, nuk gjykohet për instalacion, për miliona vjedhje. Një kështu është. Një heqje koke e tipit Enver, siç u bën te Enverit vetëve, jo po e bën Rama të tyreve. Dhe kjo nuk është se më bën të lumtur. Jo. Drejtësia duhet të funksionojë si drejtësi. Drejtësia është armë e të drejtës, jo armë e politikës. Kjo është thelbësore. Këtë ta thonë gjithë filozofët. Po çfarë si ka? Pra, nuk është se më bëhet qefi më vjen keq për të. Më vjen keq dhe një jarg. Emri me të cilën e thriste Rama ishte Jarga dhe ishte aq idiot i Ziu sa nuk e kuptoi që Rama e futi Kastilën në betejë që si takonin fare. Vetëm që një ditë që ta përdorte që kur ti rrezikoi pushtetin vet tash ishte. Domethënë ky është fatkeqësia e tij. As kaq nuk kuptoi Derziu. Që po më përdor që një ditë kur ti rrezikoi të kuar të më shesi mua dhe ajo ndolli. E shiti, momenti që ky u përpoq ti merrte partin, të vriste babain. Pastaj ndodhi ajo që hajde tha kë do vrasësh. Ndodhi ajo që të shkriu unë të varte pema e pyllit orbital. Qartë. Po nuk është një lumturi e madhe kjo për mua. Jo, në kuptimin njerëzor se ke qenë aty për 2 vite gjysmë. Në kuptimin njerëzor është që unë është tempulli i jetës tënde. Dhe i çdo aktori tjetër. Në kuptimin njerëzor është që mua nuk më mposhti dot, nuk më korruptoi dot, nuk më vuri dot në gjunjë. Përkundrazi. Se doli zotria dhe një ditë tha, të bëjmë vettingun atyre që mbrojnë teatrin. Ço të më bësh mua vettingun? Unë le arrit në Tiranë me qira. Kam 30 vjeç punoj me gjithë gruan time. Do mbote mua i vettingun. Urdhëro tani vettingu e çoj atë atje. Se është bërë miliarder pa bërë një punë, pa i thënë njerit të më shindurët në jetë. Në këtë pikpamje, sigurisht jam i lumtur sepse e mposhta moralisht. Pra, del vlera e vërtet njerëzore me një anti-vlerë që është qartë. Unë jam njëri i ndershëm, ders në ballit, nuk dit vjedh, nuk korruptohem, nuk shitem, nuk blihem. Jam i kënaqur me jetën që ka, do doja më shumë, patjetër që po, Patjetër. Por jam i kënaqur sepse nuk kthej kokën mbrapa të më thotë njëri me legan, mbaj dut. Kurse ti je në burg atje. E bën gjumë rehat. Me që jemi këtu. Do të pyesim. Dhe kjo është fitore e madhe në këtë kohë ku pa morali ka hyrë në pjedestalin më të lartë. Dhe ku i pa moralshmi, si Erion Velia si Edi Rama, të bën moral ty të moralshmit, kjo e imja është fitore shumë e madhe. Të mbetesh njeri. Qartë.
Bukur. Kjo mjafton. Le të Ai thon është pastaj jo ai qëllimi. idealist, jo ai idiot, jo ai kështu, s'më intereson më kjo.